Në ndërkohë, a ka normalisht në pika të shkurta vëbullin, procedura që po i gabojnë qytetarët, edhe nështë tash mundemi krejt e institucionet me thonë aty është ligja, po foj është pak edhe të mos ndjekja e procedurave, ose mos njohuria, me thonë pak ma... Shumë e vërtet. Unë zakonisht klientët cilët i kam dhe i rregullojmë bashkarisht këtë çështje, gjithmonë i këshilloj, thëmë baza, temeli do të me qenë me u nisë mirë. Se kur niset mirë, mandej edhe fiton shumë ma lehtë shtetësinë. Personalisht, kom pas edhe kësi lloj raste kur vetë parashtru, dhe më thonë aplikuesi, kur e ka paraqit kërkesën, ligji e parashet që ai duhet me paraqit kërkesën personalisht. Duhet me paraqit në vendin nga e ka vendbanimin. Dhe më thonë administratën komunal. Duhet me qenë Prizren. Nëse jeton në Prishtinë, duhet me qenë komuna e Prishtinës, ku paraprakisht qytetari informohet me procedurat, se cilat dokumente do të për me i posedu dhe me i pas për me vazhdu për aplikim. Aty është baza, dhe të aty niset. Mandej prej procedurave të aplikimit nga komuna e cila vinë, landa e ti vije tek divizioni për shtetësi që është në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, mandej formohet komisioni dhe ata e shqyrtojnë se parashtruesi i kërkesës a i plotson apo jo kushtet. Janë edhe afatet ligjore, të cilat duhet për me i plotsu, duhet për me i shqyrtu organet kompetente, që duhet me i përcjell për rreth parashtruesit e kërkesave kur aplikojnë, afati ligjor për parashtrimin e kërkesës për fitimin e shtetësisë është 180 ditë. Do të kështu llogaritet si afat procedural që duhet me shqyrtu komisioni brenda këtij afati për me i dhënë përgjigje qytetarit se a ke fitu apo jo shtetësinë e Republikës së Kosovës. Mandej për rifitim është 90 ditë, është ma pak se për fitimin e shtetësisë. Mirë po duhet me u cek edhe kemi edhe kërkesën e veçantë që është kërkesa për heqje dorë ose për lirim nga shtetësia e Republikës së Kosovës. E çfarë duhet me i përcjell qytetarit që to afate kohore bubullin, për shembull 100 sa ditë kanë këto. A duhet me qenë vigjilent, me shku me pyet, mu interesuan, po pret një telefonat? Po, pret telefonat. Zakonisht i lajmërojnë përmes e-mailit, përmes telefonatave, do të zyrtarët që punojnë në organet kompetente e kanë obligim ligjor që ti telefonojnë qytetarët dhe ti lajmërojnë rreth afateve kohore.